Një sekund, do ta them publikisht, e dini? Do ta them publikisht. Ta them apo mos ta them? Thuaj vlla, thuaj vlla. Kiçja ka qenë dashur ai, më kanë qenë dashur i parë Kiçës. Sa thuara. Ku gjete këto filma o zemra? O të vdesën për ty sa e mi që e bërë ti vaj. Hajde, hape që klave se më nga tërgojë këtë bëjmë që tap gjithë të bashku. O, hajde se të do kozaku, moj, hajde këtu të ka kozaku. Po, thire pak tashën ti fort tashën. Hajde që të do kozaku të zemë. Hajde ke kozaku këtu, moj, ke ka kozaku ti, hajde. 2 minuta sa të e gjellën. 2 minuta sa të e që i gjellën, la. O tasha, pa hajde të urojnë, Kemi kitchen, tu asë kemi kitchen. Kemi dhe kitchen të ja. Thire tashën ti flasim. Zemra ime, ku je o Tasha? A ku ja o Tasha, a se s'fadi ku ja Armando, ku ja o Tasha. Hajde cuna të gjithë të bashku, shpëndani live-in që të gjithë. Pyshe doli tasha. Mojnë qafë, se të bërë këtë tashën e bajnë. Qa keme? Qa keti me qërë? Ta futa në grushturive ty. I kam. Ju nuk dua, ju nuk dojmë shumë, sari ofendim e live-in tim jo. Se regulloj unë, bajdi. Mereni tashën, bëni qatë doni. O Tasha, meru qit me këta këllirën klean. Tasha, o tasha, që që dole njërë tasha, qa bëre? Një bëmani, në ratë të pa. Ti ka do Klea, 1 minut, qepsi, Klea, 1 minut se po fleta. Kiqe, mos e zjatë shumë e mu se ta shqy gojën unë. Ka që po të them? Ti maj bukurashe, mos e prish fytyrën se je e bukur ti. Kujdes ti këtu poshtë të katë kozakut. O tasha, është a iku. Je e bukur dhe kur ne vrikostesh, je me shëmtuara. Pra ndaj qetësohu dhe kesh. Ashtë, në ratë të parë, gëzojmë që i një mirë. Këthoni faleminderit. Faleminderit. Bravo. Ti Kiçi, kote e fundit ke dana rruga e Perëndis, ti Kiço. Se ti të dua shumë, Kiço. Kiçe, më kiçe. Kiço i themu, se është bërë si Kiço ajo. Në regull. Pra ndaj, qetësohu dhe ti atje. Kozak, që kemi? Si e ke atë bukuroshi njerë, atë bukurosh në atë dashurin tënde. Si e ke? Mirë. Shqy që dole i erë se përzorin burgin që orojmë as kujt, pasaj ti je femër, a kupton, po. Tani që të bëjmë, gjëra janë në jetë të gjitha janë në jetë. Si tu duk burgu, tasha? Do të vërtetë? O Kozak, me ty dua vetëm të më bësh pyetje dhe të kthej përgjigjet, në rregull? Dire gati jam unë, që tani? Atëre po të them, Natasha të rjetën e saj ka luftuar që të risi të 2 fëmijët e saj dhe nuk ka bërë edhe nipin. Rita, djalin, vajzën dhe nipin dhe nuk ka bërë pushime as në dimër as në behar. Bëra pushimet e jetës, isha në Dubai. Vazhdo pyetjen e dytë, Kozak. Tani tasha duhet të di si e kaloj kohën e lirë tasha në burg. Ngreshim në mëngjes, si që mos e prodhofte dhe hasëm nuk kemi, armiq kemi ata që janë jashtë kufive tanë, se armiq brënda për brënda nuk mund të themi, se njëri tjetrin e dua mund të hanë tunin, po kockën është e jona, apo jo? Po tasha, po punojësit e burgut, për shumë të femrat, janë gjitha femrat, drejtori, drejtoresha, gardianët. Jo, ishin dhe meshkuj dhe femra. Ata janë njerëzit më të ndershëm, më luftarak, më korrekt, që lën familjet e tyre dhe fëmijët e tyre, edhe bëjnë burgun 8 orë apo 10 orë bashkë me ne. Do me thënë, gjysma e jetës së tyre është burg. Izolim. Qa bëje gjithë ditën o Tasha atje, si nise dita? La them unë programin. Do të them do gjithë tjetë, do të them programin. Ngreshim në mëngjes. Ngreshim në orën 5:30 të mëngjesit. Bënim gjimnastikën, dëgjo këtu, Kiço. Bënim gjimnastikën e mëngjesit. Ani mëngjesit. Kush ishte së murë do mirë të ilaçet, vinte infirmiera dhe doktori në pranin tonë. Pastaj vazhdonin volejbol, basketbol, gatuanin kush kish qef që të gatuan të që nuk i dilte ushqimi që me bollëk atje. Mishin e viçit çdo ditë. Qumshin, vezën e zi, reçelin, gjalpin, çdo gjë në rregull. Shqipëria nuk ka burgje, Shqipëria ka kampe.
Prandaj. Sa bërë, Tasha, sa bërë atje? Bëra 5 muaj. Pagodin apo çam? Dëgjoj këtu, por e dish do të thot burg që të ndajnë nga familja, të ndajnë nga fëmijët, të ndajnë nga njerëzit e dashur. Ky është kuptimi i burgut. Po qa neni të kapi ty o Tasha tani? Qa neni bëre burgi? Po qa bëre burgi? Mua më kapi neni i të sharave. Jo, s'ka neni. Jo, s'ka neni. Prandaj nuk do shani më. Mua më kapi neni i të sharave. Jo, s'ma amena se ka rënë burg për share. Po dëgjoj Tasha këtu tani, dëgjoj Natasha këtu. Doni mësime nga mua. Neni të sharave. Po ne kena lënë, po na shajnë dhe neve fëmijën e gruan më Tasha, dhe ne njerëz jemi me gjak, Tani jemi të dhe them një shajnë. gjë, fjalët i merera. Gruaja jote është në gjirin tënd dhe të fëmisë tënd. Se çton bla bla bla, duhet të shikoni familjen dhe jetën tuaj. Jo fjalët e njerëzve. Unë nuk është se shaj njerëz kot, më shajnë gruan, fëmijën, motrën, nënën, normal që edhe unë ja kthej me të njëjtën monedhë. Ta kanë zili që ta shajnë, të kanë zili familjen. Ja thash. Po jo, tani qa, po, në gjoj, o Tasha, po qa neni të kapi ta mam ty, se s'ka nen me të kapi për shari, me se a fut këtë. Dëgjoj tani, të them të vërtetën, unë kam rritur nipin tim që 17 ditë, edhe bra 5 vjeç. Dhe atë ditë që doli që më mbrojti mua, se ju e dini që doli dhe tha mos ma shani Tashën, gjyshen time se më ka rritur dhe më ka edukuar, mua më hodhën prangat, që doli nipi im në krahun tim që nxori kokën, po e mbani mend, që shau dhe suadën. Kjo mua më vuri prangat. Qa përri? Ka që gjë. Kjo më vuri prangat, edhe prangat jo kështu, një vunë mbrapa, si që pat. Duhet t'i bish mrapa kësaj çështjes. Ka vajtur çështja në spak. Se dosja nuk ka asnjë provë asnjë gjë, ai që një kurth i njerëzve që na duan tani. Live, se tha i fjallë pisë, që shkëm burë, ku jetin komunizëm? Tani, po u them një gjë, se ju ini fëmit e mi, niprit e mi aty, se ini të vegjil të tërë. Kini kujdes nga njerëzit që u rinë afër, që u shqeni me bukë, dhe ju kini afër dhe që u fërkojnë. Kini shumë kujdes, sepse mua merdhen nga njerëzit, nga ta që ka më shqyër, merdi e keqa, nuk merdi, as nga X, as nga Y, as nga qyteti im, as nga komshiu im, as nga qyteti juaj. Mua merdi nga brenda për brenda. Kupton dashuri? Prandaj, mos u shqetësoni nga fjalët që njerëzit flasin, gjithmonë njeriu e mirë mbaj në gojë, me njeriu e mirë merren. Dëgjoj pak, se Din, tani ti ne di mund kam shumë gjanë se të njoh personalisht. E di, po. Edhe tani me që ti duke që je qeshur, kështu duke që fort heroin të kemi parë, që ke qika dhe karakteri kështu burnesh. Tani, mund na thuash, ke qarë në jërë atje në burg, për shumë ke thënë amoj Tasha, edhe qarë. Ja ta them që dhe tani më vjen të qaj, sepse nuk e prisja nga njerëzit që unë i mësova, se si të silleshin në jetë, se si të silleshin në punë, se si të bëheshin nëna, se si të rritësh një fëmijë të vogël, dhe t'ua japësh në dorë një pullum. Dhe kjo më ka bërë që kam qarë, përse nga njerëzit që unë kam dashur dhe i kam respektuar dhe i kam bajtur në kuriz, ma shpërblyen kështu. Për këtë po, edhe nuk e harroj dhe edhe dhogës të pari do t'ja tregoj. Nuk e prisja nga njerëzit që kam ushqyer dhe i kam mësuar të ecin në rrugë të drejtë. Po burkat kjo, më rrë shpirë. Kjo është. Gjunat më ftek familja. Prandaj kini kujdes e një të rinj, kujdes me ku shoqërojni, kujdes me ku uleni dhe hani bukë në tavolin. Pra se sa moshe vjetër. Të thonë që duan. Po kjo tipi vetë, është tipi se di unë në burë, është tipi kjo këshu e kupton. Tasha bishë që të thënë gabimere, me rëbë shpije me fut në burë, këtë kanë fut, më vdek familja kanë fut në burë këtë. O Kozak, një përvoj ishte, një përvoj. Dhe, Gjuna, po jo se s'ke pas njës ti me talë mrapa, se të regoj unë, as ti ditë burë s'bojët. Po futën dhe djali, ne ishim të dy, kush do jipte mbrapa? Avukatët? Kush? Se pasër njës ti pa të regoj unë, se s'ti që për burë në këtë qështi më. Ja. Qa ke bot ti më se erdi një pi jotë shau aty, që lidhe ka shumë. Ajo që një shembull për TikTokun dhe Po morën... qa shemull për TikToku, shemull për TikToku. Po ti s'dole ti i the njerëzve bëni kështu më dha, kush je ti? Ti hape TikTokun,
je një moshe madhe, a E ka kupton? pas problemi me nusën, ore, e ka pas Po, problemi me po. nusën. Po tasha ti, gjoj një minut, ti ke pas problem tjetër se për kokë familjes për sharje nuk ka nen që të fut në burg, arrojat mua beti. Janë të usha mrena në parlament, po shajnë mrena në për emisione, me fise, me modra, kur s'fut në Po burg jo a mos shua. ikni në parlament, ti shikon në televizor që të po na dalin lakurik. Ore, po zien, bravo, tani një minut. Ti, thuj që ka janë tjera mua bete në mesë. Pikërisht. Ta vë tasha kapelen, si thoni, ta vë këtu kapelen. Bërë më dha, bërë që dushët. Po shqy që dole tasha, për zotin se, keq më ka ardhë. Me rëpë shpim ka ardhë keq e tasha se, Ajo dita menoj si për nonën time, edhe. Shiko. Si për nonën time, me ramë Më burgë. dëgjo Kozak, se ti e djali raur. Dëgjo Natashën këtu. Në ditën e parë, kur erdhen e më morën mandin, thash, më mirë të më marrin mua, thash, pse dhe më marrin djalin. Nuk e dija që në program kishin vënë dhe mua. Kur me erdhen që më morën dhe mua, më vunë edhe duart mbrapa, i thash mandit, bëu i fort, i thash, sepse unë do bëhem e fort. Të keqen mamaja, i thash, vetë mos me hidh firma, i thash, të mashtroj njeri e të edhësh në një firmë. Sepse e dija që mandi ishte i pasërt, dhe mandi e dinte që unë isha i pastër. Ne nuk e kishim shkelur asnjëherë ligjin, e kemi respektuar dhe zbatuar tërkohën ton ligjin. Prandaj po u them, juve që një të rinj, kujdes me ligjin, se ligji po të futi, ta hapa të portën e madhe. Që ka trembur pak o tasha, që ka trembur pak. U trëmba se kisha fëmit. Ej, Që kur ka jenë nën, trembur. dëgjo tashën, dëgjo, kur jenë nën, ti e prind. Lartë qoftë, të ndodhi diçka, mëndja ku do të vej, do të vej të djali, apo jo, po? Normal. Vetëm ajo është frika, ajo nuk është frikë, thua, bobo, djali thashon, bobo nipi, bobo vajza, vura duart në kokë. Kur u fut ati i thoshja Zotit, të lutem, jepi mëndja ati prekurorit që mos të bëj shpifje, po a i vazhdoj me shpifjet në shpifjet dhe do shkatroj familjen e ti, sepse drejtësia del, dhe a ishtë në spak dhe do dali drejtësia. Pra ato që na ka bëri një nëne 70 vjeqe dhe një djalit pa patur faj. Ore, ti në burg, ti ke bo burg kota, o shok, a interesit, ti ke bo burg ti nëse di, po kokë familjes. Ej, tani, o Kozak, të them dhe diçka? Këtu, hajde këte kokën të ja. E si shë të për sigaret. E mirë bërën, dëgjo Natashën këtu tani. Unë, po të më bjeri në qaf, i them burgut vetë hapu tani, po më ra njeri në qaf. Jo mua vetëm, po pash edhe në një fëmi në rrugë, që ta ngacmojnë. I them burgut të hapu, për sëri. E pash edhe atë rrimë që nuk dreta shikoja të rjetën. Unë të rjetën time nuk e dëshiroja sepse respektova, zvatova ligjin. Por në qofë se mua më bje njeri në qaf tani, i them burgut hapu. Nuk them më falë, apo t'ja hapu rrugë njeri ut. Jo, do t'i dalë balë për balë. Kujdoj që mund të më bjeri në qaf. Prandaj, Po me nipin, flet me o tasha? tani e kemi për 3-4 ditë, si mbas vendimit që të vemi të atakojmë. Po më dhëmë shpirtin, mos ma kujtos edhe këto ditë sa të kalën këto 3-4 ditë. Se vajtëm e nuk na i dha. Tani, o tasha, unë duhet t'i bëj një apel njerëzve, tani në gjoni këtu. është shumë gabim kur ndahet një çift edhe mos t'ja lë për shembull fëmijën me apa si nënës si babës, është për mua është gjë kafshërore dhe duhet të jesh njëri shumë i lig. Po shoku nënën dhe babën duhet me lënë me e taku sa herë dojnë, a kupton? Shiko këtu tani. Neve e kemi gjë në muaj, që vemi e marim, e mbajmë 48 orë. E kemi dhe tërbeharin. Tani që mandi doli që bëri 22 muaj dhe donte të dëgjonte atë zërin e djalit, ikëm direkt, vajtëm direkt atje dhe i vajtëm poshtë pallatit. O Argi, s'kishte ardhur në shkolla. Ajo mori me një herë dhe bëri ankesë në policinë e shtetit. Dhe mua diën mëngjes më erdhi polici i zonës. Më thanë Natasha, i thuaj Armandos që të shkoj vetëm kur ka vendimin sepse i vjen rrotull përsëri ajo. Po Zoti është i madh lart. Po shti bëjmë se nëna është e shtrenjtë gjithmonë. Dhe nuk duam ta lëm nipin pa nën. E kupton? Sepse po tjetë për në burg i bëj dhe unë 3-4 denancime asaj si që më ka bërë dhe mua dhe ajo, e të vej atje të shoqet që kam lënë unë atje. Por nuk e bëjmë atë, se Armandua tha live. Unë nuk e fut nënën e djalit të burg. E tha live Armandua, dhe unë nuk dalë mbi Armandon. Po gabime si do tjetër vull. Logika, more. Tasha, që unë jam me mendim, jo vetëm unë, po çdo kush është me mendimin
që duhet të gjeni një gjuhë të përbashkët. Ka ndodhur çka ka ndodhur një gjuhë të përbashkët, do ta gjeni. Jo, Otasha, tani të... Otasha, një minut, theme të flasun, tama, unë jam me ty. A kupton? Me ty, jam me Gabimi jo, Tasha, që ke bërë vetëm se ke shartu në internet atë personin që ta bën punën kështu. Mos ta sharë, një temi të vërtetën, kupton? Ti e djalizjuar. I mban mend ato mesazhe të tëra që ishin për grup bëni thoshnin denancojni me maska e me të tëra? Ishte grupi. Ishte grupi më. Ishte grupi që si nuk doli një qytetar në rrezullin toksor, jashtë shtepit e brenda shtetit që Natashës i bënte një denancim. Kush e bëri denancimin? Jo, Ajo që ne Tasha, e di pse Tasha, se ti për shembull tani siç je, në këtë lloj mënyre si shpresë ti, nuk je, më falë se po të them ti nuk je as se për shembull që je mosh që të kanë ikë trucë, njeriu kur plakët se kur rrjedh pak nga trutë. Pikërisht, po. Po ti je top. A kupton? Për shembull ti tani je shumë njeri pozitiv, je shumë tamam, ditë bësh muhabet. Kurse atëherë Tasha kishte një hyrje, jo kjo Tasha që je tani, ishte një Tash tjetër. Dhe prandaj, a kupton, dhe njerëzit nuk të përkranin. Se të kesh një hall tamam o Tasha dhe ti je pozitiv, gjithë përkrajnë. Po ti u bëre shumë negative dhe nuk kishte kush të mbrote më, kupton? Ja ta them unë. E gjitha ishte grupi e asaj që më bëri dhe denancimin. Ishim të gjithë, dhe unë i lexoja kështu dhe e dija, se ti e di për shembull kush të shan. Dhe unë e dija se kush më shante kështu. Edhe ti e di se kush të shan. Edhe ajo mua më nxorri nga vetja. Më nxorri nga vetja. Po nëse unë do ta dija që do arrija atje, do ta kisha bërë ndryshe punën. Që ta dija se do shkoja në atë derë që mos vaftë njeri, do ta kisha bërë që të veja tamam me ligj atje, me shkelje ligji. Po, iku, kaloj tani. Një minutë, iku ma betle, mos e mba më mëndin atje, qa iku, njeriu janë sprovë. Pikërisht iku. Ndaj u them juve që kujdes kush u bje në qaf, do një çik durim. Që mos të dilni nga vetja si që dola unë, se unë dola nga vetja nga se dhja se kush ma kështë e bërborë, që si më theti në fillim mua. O Natasha më shajnë, mos e ki mundje kush të shanë, se do arish në gabime, jo, le të shajnë, zili është gjelozia, se ke një nuset të mirë një koqire, kinget të bëri baba, ke një djalë si yll, shto duhet më të kene një qoni dytë, për 2 muaj dhe tjetër në qarkullim. Bra, të ke Tasha ta vaftisun, mira, do t'ju që të bëjem nuna, si thoni juve, ta vaftis. Në rregull. Tasha, mos u mërzit. Tasha, mos u mërzit. Jo. Ishin gra shumë të mira, dëgjoni. Ishin gra shumë gra të mira, gra që kishte dhe atje të pafajshme si puna ime, vajza të reja që kishin bërë gabim. Le mos të them historira që Zoti, po më kanë thënë se kanë dalë 80% të tëra. Sepse mendja ime rrinte atje dhe unë qaja këtu në përshpi, fshehur as fëmijëve, për ato që lash atje. E kuptoni? Prandaj se nuk dua që të më shikojnë në TikTok që të nxjerr lot. Një sekond tani, se s'dua them kështu, po e di ka kaminat edhe s'dua t'ja uroj se s'dua të them negative. Po për ato 2 bundrat, për ato 3 bundrat që vrau njëra që vrau baban këtu në Durrës edhe ato 2 në Fier. Ato i kam ato me atë krim, sidomos ato 2 bundrat në Fier që vran baban, vrasësh baban është një gjë, nuk e di domethënë. Dëgjoj tani, unë do të them dhe diçka tjetër. Kurse unë do të them një diçka tjetër. Kriminal dhe kriminele nuk ka. Po gjaku shqiptarit, po undez, është moment dhe merr emrin kriminal. Po kriminal nuk ka të lidhje. Ato çfarë thanë burgat? O Tasha, po te sektori kush komandonte? O Tasha. Te sektori kush komandonte? Tasha ka qenë. Do pjesë të gjitha ato që kanë dalë ose të dalin live këtu dhe të thonë. Ishte kapo sektorit. Kur kam ikur që erdhën më morën që do dilja, kanë dalë si lulkuqet mimur se më dëgjojnë të gjitha dhe qanin kuna Leo Natash. Dhe Natasha u tha bëni të forta si që bëra unë 70 vjeç e fort. Bëni se ka drejtësi u thash. Dhe do marrë këmëzvar dhe për ju. Dhe këmëzvar e mora dhe të gjitha dolën. Rëp shpije nuk është kovajla me tra gjysh janë burg. A kuptani është. Ska gjë. Vajta të mbesat atje dhe mbesat e mija. Gjysh janë burg, ova. Kush ka ramre, nuk besove njëri. Jo, Nuk besove njëri. Jo. Gjysh janë brenda.
Kur vej atje që më thoshin, o tasha, më jam në Dubai, nuk të regoj që kam qenë bara burgim, thosha unë. Jam në Dubai, isha në Dubai, edhe qeshtin e të madhe të gjitha. Është një shoqja ime, po s'dua ta them emrin, është Afieri. Po s'dua ta them emrin. A e di, ajo Bjondia. Po me a. E mora vesh, e. Po qa ka ra o kiqe? Është një qik nevrike ajo, ndaj. Ajo për I prostitucion. regulloj flokët kiqja. Ka është më abet, e more mesazh. Për prostitucion, pa ha. Juve se kini kaluar. Ti kishe mbajnë që gojnë dhe ti se nuk dua. Si ka mund të... O Tasha, si ka mund të s'ka ra mren kjo Kleja për prostitucion? Ajo s'bje sepse ajo shumë e zgjuar, u kthye nga femër, u bëme... është e zgjuar ajo. Jo, është mashkull. U kthye nga ashtu kështu. Jo, më ndron pozicionet ajo, si janë Të desi këte. keqe tasha ti, më i bukuroshe. Se ki ca keni mbyllur zërin asaj. Ja, pa unë tani. Jo, në regull janë të një qoj, po të një qoj me vëmërë. Tasha, po nëse do ta arrestonin në Klean, ku do ta çonin? Te burgu femrave apo te burgu meshkujve? Te femrat. Jo, me rap shqie të burgu meshkujve fusin vdekshin e rap. Jo, te femrat. Mo kush e femrat, me rap shqie të burgu... I ka të dyja. Po qa të tënë atyre... Jo, zot qa mu me ranë burg ti. Lartë qof. Mos ti Mos me u intrigave, bësh. kozak. Mos u bësh për burg ti. Jo, me jo çarmi, kush armi sa burg? Asha të kishin bërë. Ha, qanë Asha të kishin bërë. Kur nuk kishe dalë nga burgur. Vërtetë nuk e di. Kishin masakru edhe. Për ditë kishin pjek. Kozak, një vitit e të muaj o Kozak, 310, 325, 302. Mos më të rego burgun mu, se kotë por dhe Amerikani keni juve. Ta ke bë? Mu mos më të rego burgun, i ka bëj një vit e 8 muaj. Që i thoj një... Kush ka qenë Një minut, o Tasha, shikon ku e ke bërë burgun, të femrat apo të rgote? 325, në lidem të femrat. Ke qënë dhe ti ati Ti burg të femrat? moj dashuri. Ka shans ke boti burg të femrat. Jetu rejtë. Hapin që ka të në internet, ti e shqipa kam bon dhe ku e kam bon. Po jo, se Ka se son. ligje Në shqiptar. këdhom ishe, në këdhom ke qënë, më thuaj tashës, në këdhom ishe. Sektori 2, dhoma S'ka shans. 24. Sektori Nëse 2, Një në bishë. dhoma Ska 24. shans, këllën me bolje o bishës. Sa do je bishë. S'ka dhe deri në 14 ka, 14 dhoma janë. Sektori 2, 24, ke i riu që është bërë tashim, bërë të Reno vjetë. Tasha me rëp shpijë s'ka Ku bërë ishe i riu? kur. I riu është bërë në Pogradec, atje e bëra unë, me inaugurova unë. Pogradecit është tjetër, Pogradecit është tjetër, mos më qonë Pogradec. Burgu 325, i riu, sektori 2, dhoma 24. Po s'ka të shprishu për tallat. Lene ta shqipoti, Le, le. i qenë. Mos folti kishe. Inshallah mos i shkel të këmba asje riut matje. Kiqe, kur do vish Sarandi me, kiqe. O kiqe, kur do vishte ka marrë malli Armandon. Kur do vishte Sarand të vemi të motirja, të regullosh flokët, të vësh glishtat. O kiqe, O, i ke sjaroj që ki që të nuk e takoj Armando, në kam pasha kamerës. Kam takuar Armando dhe E ka Tashën. takuar Armandon, e ka takuar. E ka takuar? Po, këshuja, po, s'kam pas lidhje me Armando, se do thone njerëzit ka pas lidhje me Armando. Da si lloj lidhje s'kam pas me Armando. Jemi shok, Një jemi minut shok. pak, një minut, edhe po të kesh pas lidhje kush e keqja, po të kesh pas lidhje me Armandon. Ku e ke të keqja? Të çajnë në Rroçkën. Armando është dashuri, dalë t'ja shkosh iksyrin E, Armando. do ta merje o ti Tasha për të vërtetë. Një minut. Po që i do si të mi ti, moj, qaj do si të mi ti. Por e ke bërë dhëmbët në burg tyre? Po normalisht do t'i bëj dhe më në burg, mi bëri shteti, dhëmbët. Mi bëri drejtori burgut. Ku ishe ti, ku ishe? Këtu të 313-a? Po shtu duhet i ku isha unë, po shtu dit, ku isha unë. Deri ku isha unë. Ora, dalë ti në qokun, ma pe gjikundi?
Berish mirë me gjitha ta, le purusha të ndeja. Në zhjem pra këtëja. Pisim vje për ata altin shokun, që të kem në i kështu. Për Kozakun kam pasur shumë respekt aty ku kam qenë. Se Kozaku s'ka qenë burgi shkreti. Kanë qenë ata jashtë. Majti, kam pasur respekt për temaj. Në sektoret që kam qenë, kam pasur respekt për dialektu, për Kozakun. Kanë pasur. Për Kozakun, për Klebion, kam pasur shumë respekt. Ej, po mua se ka me turk shumë ta herë në natë. Burgaci. Mos u natro me burgje ti se O Kozak, nuk i përballon dot. Po, tash. Kozak, Hajde unë se unë po futa bëj muhabete. dëgjoj tashën. Një ditë do dalim të dy live, do bësh një listë me pyetje, Po. edhe unë do jap përgjigjet. Ti do jesh A do me të marrë direkt tani, a je gati, a je gati. A je gati direkt. Po, Gati. po, Kam hajde. një pyetje o shpirtat përgatitet Kozaku. Qa bëje gjithë ditën atje për shembull? Dilet, për jashta. Atje, dëgjoj, atje i kishe të gjitha. Kishe komotyrjo, kishe basketbol, kishe volejbol, të gjitha llojet e sportit, palestrën, i kishe të gjitha. Kushtet, janë të gjitha kushtet. Pa dilit, Se s'bën. dilit 24 orë apo jo? Jo, ishe brenda